Përshëndetje dashur miq të kanalit tim në YouTube, Pink Official. Sot doja t'ju flisja se herën e 7 për sot mo. Sot doja t'ju flisja pak për punën e daljeve në protestë. Kërkuar nga një miku im, një person që ka bo subscribe në kanalin tim, normalisht edhe më gjek në Facebook, në blogger, Instagram, vajrë. Më kërkoj, pse njerëzit dalin në protestë për karrierën e tjerëve? Normalisht i dashurin nuk mund të futen në mentalitetin e popullit, por ja që ndodh. Jo ja që ndodh, po ndodh. Ndodh që njerëzit dalin në protesta, sepse mendoj se nëse ikën një derri tjetër, mund t'jetë më i mirë se derri që iku, por funja fundit gjithë gjithë derrat, funja fundit, një ftyrë kanë. Si rjedhoj, ikën një derë, vjejt derë. Dhe si përpunim, dalin protestë, për të domethënë, i bie që të përlojemi, të rrihemi, të vritemi, të punojmë burg, për çfarë? Për karrierën e politikanëve të bashur. Sepse funja fundit askush nuk fiton këtë mes përveç politikanëve, të cilët rrinë në një zyrë super gjigante, me 7 kondicioner për zyrë. Ngrofët e ngrofët, total lesht, me neve cilët përqajemi, përlahemi në gjake, në dhunimet nga më të ndryshmet, dhe në rast që vdekjesh, në proteste që ka ndodhur edhe mirë, ose dynë në të 7 thonë. Nëse dalin dhe thonë kjo është një ditë çrëzije për Shqipërinë. Dhe për këto personat të cilët ndan nga jeta në mënyrë Vës me jena mendo më vërtet që thot. Po ja që ndodhë që njerëzit shkojnë në për protesta dhe i shkojnë matë fijes politikanëve, që t'ishte për mua edhe në votime mos shkonin fare, do t'ishte diçka, një rebelim kërgjaj mirë, se ta të votosh këta, ose shkon votime dhe të flera vestimit e atë pak kaj fare me votu njeri, se të ishte që jam e mëntur për të bërë që mos votoj asë kënd. Sepse funja funit të gjithë ku jepin atje lartë për vetën e vetë më nëjë. Do me thonë, doli Sala, Shqipëria, politika e për ndryshim. Do më falë ka që pësos ndurë, politika e për ndryshim. Nëjse nuk ka rëndësim. Nëjse, Shqipëria për ndryshim. Shqipëria për ndryshon ka qenë slogani i fushatës për dërë. Në kraun tjetër, në kraun e kundër, slogani ishte rilindje. Shqipëria për ndryshon në rilindje. Më thënë, Sala me ndonë të se Shqipëria për ndryshon të për mirë, sepse normalisht ka qenë një kërë dhe normalisht ndryshimi ishte ati. Në një kohë që Rama thote që ekonomia e Shqipërisë është të rënuar. E ka nevojë për një rilindje. Se temi që Sala në 8 vjetë qeverisje, shkaktoj Gërdetin, Nisër Janarin, armët kimike, se dhe armët kimike pjesërisht ka qëfa i Salës. Ajo shumë më shumë do dhe që tjera. Por, nejse, qënë si ka kjo. Betet akoma për të parë, sepse si pas mendimit tim është akoma dueli i hapur. Rama kundër Berishës. Këtë duel që vazhdo në sqasi. Në këtë deputet shkret që ka dalë në pension. Por, qënë si ka kjo. Normalisht për deputetët nga që nuk është punë shumë stresuese, nuk kanë mosh me dalë pension.
Dhe shpojnë Facebook dhe statusesh. Vërë rëp të shpisë nuk për të me shkujt me bërë. Për të me ledzu, jo me shkujt. Por nisë. Ajo qka nuk kuptohet do të bëj një bës Rama bës Berisha 2015. Do më thënë shumë shpejt do dali kjo. Le të themi si tip ankete Rama kundër Berishës. Se qa lidhje ka nuk e di. Por ka du që pak le të themi qëfar ndodh. Sepse normalisht për ta shpatos në anë kundër Berishës si shumë vjeta, e këta. Alë se më të rajnë të dhe... Dhe të sënë ishte gjigant. Por... e përzum edhe hypëm kryetarin ish presidentin e Shqipërisë në 97 që la dërheqen. Ase dhe kështë të kështë. Por, qënë si kakta. Ky ishte bëndimin përse i përket protesta dhe mos harroni të bëni like, share, subscribe, comment në këtë video. Po doni, gjithmonë se letërën që do të rokësh. Si gjithmonë, nuk kam se që do të roj. Që do të roj do të në bashkë. Nga visi, nga ping, ciao.